Nga data 16 shkurt ka filluar aksioni policor, njohur si plani operativ pikat e veçanta në zonat urbane, kundër synimet kryesore të policisë janë parkingjet e palejuara në zonat e qytetit. Ky aksion po vazhdon që nga ajo datë dhe tashmë të gjithë banorët, automjetet e të cilëve janë parkuar në zonat të palejuara të qytetit, po xhobitën sipas rregullave ligjore. Ndërkaq, gjatë aksionit, disa nga banorët e intervistuar nga ekipi i televizionit Syri ndonë se aksionin e kam vlerësuar si të nevojshëm. Të njëjtit janë ankuar se tashmë nuk kanë vend ku t'i parkojnë automjetet e tyre, nga se nuk ka hapësira të mjaftueshme parkimi. E për këtë çështje tashmë është bërë një zgjidhje. Në rrugën Yll Morina, pranë institucionit edukativ arsimor me të njëjtin emër, është krijuar parking, hapësira e destinuar ku automjetet mund të parkohen lirshëm. Në pamjet e xhiruara nga ekipi ynë, shihen automjetet të shumta tashmë të parkuara në këtë zonë, duke lehtësuar kështu parkimin për banorët dhe frekuentuesit e zonës përreth.